Por mi që jemi rikthyer sërish në programin Lindon, do të flasim në fakt kur flasim për Akademinë e Shkencave, për rolin që ka ajo në përditshmërinë tonë, mund të lindin shumë pyetje sepse fjala Akademi e Shkencave sigurisht është një fjalë shumë e madhe dhe lidhet gjithmonë ajo me përditshmërinë tonë, me atë çfarë ne kemi në jetën tonë, me ekonominë, me aspektin social, shëndetësore e kështu me radhë. Por, në fakt, ka një lidhje shumë të fortë, të cilën do ta shpjegojmë se si me akademikun Salvadore Bushati, i cili është në studio me ne, unë e falenderoj shumë për pranarinë, është vërtet kënaqësi të diskutojmë për çështje të cilat në fakt duken si larg akademisë shkencave ku komunikojmë, por që janë absolutisht në prioritet shpeshherë i kërkimit shkencor. Cili është në fakt fokusi, mirë se erdhët profesor, çfarë do të thotë për Akademinë e Shkencave t'i kushtoj kaq shumë vëmendje të përditshmes nevojës qytetare? Në fakt, ju falenderoj, sepse nuk janë raste të shpeshta që media na fton enkas për të bërë prezente filozofinë e të qenit të një institucioni kërkimor shkencor elitar edhe në Shqipëri, siç është Akademia e Shkencave e Shqipërisë, e cila në fakt është një akademi që njihet në botë, bën pjesë në rrjetin e gjithë akademive të Europës, që janë 57, bën pjesë në Interakademi Panel, që është 150 e sa akademi, dhe ku ajo gjendet jo si pjesëmarrëse në letër, por një pjesëmarrëse aktive në hartimin e strategjive në rang botëror, rajonal, e cila aplikohet sipas parametrave europian edhe në Shqipëri. Akademia e Shkencave në fakt është pas vitit 2008 nuk i ka më institutet kërkimore shkencore dhe qendrat e saj që ishin 14. Por gjithsesi me një shpresë që edhe një riorganizim i tillë tjetër të mund të bëhet në të ardhmen, në vijim, duke parë nevojën dhe duke bërë pas një analize të thellë të gjendjes së kërkimit shkencor në Shqipëri, megjithatë nuk ka rreshtur puna Akademisë Shkencave në realizimin e misionit të saj, e cila duhet nënkuptuar që nuk është një institucion që bën shkencë për shkencë, i mbyllur në një kuptim brenda një kioske, por shkencë e cila i vlen zhvillimit të vendit në përgjithësi, por edhe fushave kryesore, siç janë arsimi, kërkimi shkencor, ndërtimi i bërthamave spin-offe në industri, në aktivitetet të ndryshme prodhuese, po ashtu dhe në të gjithë veprimtarinë e demokratizimit në një fjalë të madhe të shoqërisë shqiptare, në të gjitha format e saj. Sepse Akademia e Shkencave ka 2 seksione, seksionin e shkencave natyrore teknike, i cili përmbledh gjithë dhe inxhinieriket, por edhe një seksion tjetër të madh dhe boll aktiv, siç është ai i studimeve shoqërore dhe albanologjike. Akademia e Shkencave në misionin e saj ka prodhimin e kërkimit shkencor për t'i shërbyer shkencës bazë, por edhe asaj të aplikuar, e cila në qoftë se nuk gjen zbatim në jetën e përditshme të shoqërisë, në zhvillimin e biznesit, të arsimit, të shkencës, nuk është e certifikuar në një farë mënyre. Flasim për 2 organizime që janë tani, të këtij muaji, pra që kemi përpara. Sigurisht që është shumë rëndësishme të kuptohen ndonjëherë edhe në fokusin që e adreson Akademia e Shkencave. Mua më bëri shumë përshtypje fakti që do të organizohet një konferencë në drejtimin e Akademisë së Shkencave, pra tërësisht punën e Akademisë së Shkencave, për faktorët e të ushqyejit dhe ndikimit në sëmundshmëri, pra shëndeti përmes të ushqyejit, siç e keni identifikuar ju. Çfarë është në thelb ky organizim? Në fakt është vazhdimësia e një nga objektivave që është edhe pjesë e strategjisë edhe e qeverisë, por edhe programeve kombëtare, sistemi shëndetësor në Shqipëri. Duhet kuptuar që si dhe shumë probleme tjera, por siç është arsimi, siç është shkenca,
Po ashtu edhe shëndetësia nuk është një problem i cili i takon vetëm një institucioni, vetëm një grupi njerëzish. Shëndetësia është problem që i takon me të cilin lidhet gjithë shoqëria, por i takon të jenë përgjegjëse jo vetëm Ministria e Shëndetësisë, por një sër dikasteresh, po ashtu edhe të gjithë institucionet kërkimore shkencore që duhet të jenë pjesë e mbështetjes me argumenta të kërkimit shkencor dhe zhvillimit për problematikën që ajo përfshin. Ne si Akademi Shkencas që ka 3 vjetë që e kemi prioritet sistemin e kërkimit shkencor, kemi bërë një konferencë të madhe ndërkombëtare shkencore për menaxhimin e sistemit kërkimit shkencor, ku pa një menaxhim nuk mund bëhet një reformë, si në gjitha fushat e tjera, si në arsim, edhe në shëndetësi. Kemi marrë pastaj një nga problematikat që përmban edhe prioritet në botë, por dhe është reflektuar edhe në programin e qeverisë, po ashtu edhe në institucionet e shëndetësisë, për parandalimin e kancerit në Shqipëri, që është parë jo nga pikpamja klinike, por është parë nga pikpamja e parandalimit, cilët janë faktorët, dhe si duhet ne të ulim shpeshtshmërinë e kësaj sëmundje që është problematike në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Dhe ne duhet dallu që kërkimi shkencor merret me studimin e shkaqeve dhe jo të pasojave. Me pasojën merret klinika, merren grupe të caktuara njerëzish, ndërsa kërkimi shkencor, si në çdo proces, duhet ketë parasysh që të merret në mënyrë të detajuar me shkaqet e çfaqjes. Po kështu edhe në shëndet. Ne në një nga prioritetet e vitit 2015 ka qenë edhe konferenca e ushqimit, të ushqyerit dhe sëmundshmëria. Vihet re që është një nga faktorët si për një filiz të një peme që mbjell, që duhet ta drejtosh, që duhet ta ushqesh mirë, që në fillim, ne duhet ta bëjmë jo vetëm pjesë të praktikës, por edhe të një vijushmërie jetike të popullatës tonë. Dhe parandalimi është një nga faktorët më të rëndësishëm. Nuk duhet të arrijmë, domethënë, që të kapim problematikën vetëm aty ku është shfaqur. Ne duhet ta parandalojmë. Dhe për këtë është një sistem shëndetësor, i shërbimit parësor, që është i përhapur në të gjithë Shqipërinë. Por ky sistem duhet ketë parasysh që për ushqimin duhet bërë një propagandë më e madhe. Ne jemi prezent, duhet thënë, nuk është në gjë që nuk e din të gjithë, pavarësisht se flasim pak. Në kur flasim për propagandë, sepse ka probleme, apo sepse duhet ta përmirësojmë? Ka shumë probleme dhe që duhet t'i përmirësojmë. Sigurisht. Sepse, për shembull, shkon nëpër shkolla, përballë, fëmijët na ushqehen, kanë dëshira, kanë prioritete, patatina, kanë produkte që nuk janë të shëndetshme për një fëmijë në fazën e rritjes dhe në pjesën më energjike të ditës. Unë nuk jam mjek, por unë jam një prind mbi të gjitha. Sigurisht. Dhe si prind, për shembull, do doja që fëmia im të merrte një dozë energjie, për të përballuar, për të qenë i gatshëm që të thith sa më tepër në shkollë, për të qenë i gatshëm të jetë sa më aktiv në shkollë, dhe pastaj të jetë edhe një fëmijë i shëndetshëm. Ndërsa fëmijët duhen eduku. Po kështu ne them që është një për të edukuar fëmijë që të ushqehet, duhet të jemi të edukuar ne si prind përpara. Pra duhet të dimë cili është ushqimi i shëndetshëm dhe cili jo. Një profesori, miku im i vjetër që nuk jeton sot, biolog, bëri një libër që ishte shumë modest, po një libër për një tematikë shumë të rëndësishme, për të cilën shumë kushi e mendon se ishte shumë interesant si libër. Dim të ham, por nuk dim të ushqehem. Do me thënë, nuk është sepse një që është në një gjendje ekonomike han mirë, ai duhet të thënë që han shëndetshëm. Se han mirë është relative. Në qoftë se ai merr doza jo të balancuara ushqimore, me prioritete për shembull, nuk po i klasifikoj tash se duhet një nutricionist t'i kualifikoj, një që merret shkencëtar i shkencave të ushqyerit, por unë them që ushqimi i balancuar është gjithmonë i mirë, është gjithmonë i shëndetshëm. Ne nuk duhet të arrijmë që të krijojmë organizmit ton
gjendje jo normale për sa i përket aciditetit, që quhet në terma mjekësor acidozë etj. etj. Dhe për këtë, ne në Akademinë të Shkencave kemi organizuar këtë konferencë e cila është gjithë përfshirëse. Në të partnerët janë të gjithë institucionet e kërkimit shkencor, universitetet, janë institucionet që prodhojnë politikat, Instituti i Shëndetit Publik, janë institucionet që bëjnë politikat e zbatimit, Ministria e Shëndetësisë, plus që janë edhe prodhuesit e ushqimit, kontrolluesit e ushqimit dhe njerëzit dhe ato personalitete të cilët kanë në detyrat e tyre këtë fushë kaq të rëndësishme. Pse ju mund të më pyesni me të drejtë pse në Akademinë të Shkencave dhe jo në qendrën? Në fakt logjikisht kështu do të ishte, por duke të dëgjuar shpjegimin që në fillim të kësaj bisede, du të kuptojmë vërtet rolin që se shkenca do të thotë edhe për përditshmërinë, pra nuk do të jetë shkencë vetëm për menduar, sepse në herë mendojmë shkencën vetëm si diçka që shpik, që sjell zhvillime të mëdha botërore, por në fakt ajo është e përditshmja jonë. Në fakt, siç e theksova edhe përpara, shkenca që nuk gjen aplikim, ajo nuk certifikohet, jo vetëm që s'patentohet, por nuk i duhet kujt. Absolutisht. Domethënë, ai mund të bëj qefin e vet dikushi, por ky qef i tij nuk përshtatet me atë çka kërkon një program. Sot ka shumë, zoti Patrik, ka shumë sot strategjira, siç ndërtojnë gjithë vendet. Ka strategjira, ka programe qeverie. Por këto programe janë të bëra janë të përgatitura nga specialistë të fushave të ndryshme, politikë bërës, të shkencës, të prodhimit, të qeverisjes e tjerë. Por këto programe duhen vënë jetë. Për t'i vënë jetë këto, nuk mund të vihen vetëm me eksperienca pa argumenta shkencor. Sot ka ardhur dita që po të shohësh edhe në botë, gjithë edhe NGO-t që kanë qenë sensibilizuese, nuk mund të jetojnë sot vetëm me propagandë pa argumenta kërkimor shkencor. Normal. Kjo ne parashikojmë që kjo konferencë të jetë interesante. Çfarë synon të evidentoj, po themi, apo të nxjerrë si konkluzion, sepse ky është ky diskutim është shumë i gjerë, por edhe shumë specifik dhe i rëndësishëm fakt. Çfarë synon konferenca realisht të nxjerrë? Synimi kryesor i kësaj konference është mbas të një takimi të figurave të shkencës mjekësore, të figurave të biologjisë, të biokimisë, të prodhimit. Këto palë do të ndërveprojnë me diskutimet e tyre, mjekët e specialiteteve të ndryshme do të pozojnë sëmundshmërinë dhe lidhjen e saj me parametrat biokimik. Sepse në fakt të ushqyerit sjell, domethënë, lidhjen me mjekësinë e ka nëpërmjet biokimisë. Dhe nuk do të fokusohen në probleme klinike, por në probleme që ne të parandalojmë një sëmundje të tillë. Dhe do jenë specialistë të ndryshëm të endokrineve, të gjendrave endokrine, do jenë specialistë të ndryshëm të organeve të aparatit tretës, të veshkave, të zemrës, etj., të lëkurës, të cilët do të japin rezultatet e punës tyre, të eksperiencave tyre, kërkimore shkencore, por edhe ato aplikative, për lidhjet që ka sëmundshmëria dhe ushqimi. Dhe nga kjo ne do të nxjerrim, domethënë, atë më të rëndësishmin efekt, që është sensibilizimi që ju që prodhoni, duhet prodhoni gjëra të shëndetshme. Ju që hani, duhet hani gjëra të shëndetshme. Ju që kontrolloni të gjitha grupet e interesit. Të grupeve të interesit, absolutisht. Sepse sigurisht ky kërkim shkencor më pas do të binte në boshllëk. Do të trokiste në boshllëk. Por a kuptohet kjo, është shumë e rëndësishme të kuptohet kjo gjë. E kjo është të gjitha ka dhe sensibilizimin brenda. Edhe institucionet që kanë në përgjegjësinë e tyre kontrollin e cilësisë ushqimit. Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit ka një drejtori të politikave të saj. Ajo do shpalos politikat në drejtim të ushqimit. Patjetër. Sepse është një institucion politik bërës që e mbulon këtë sektor. Ministria e Shëndetësisë ka një drejtori të shërbimit parëshor që do të nxjerrë
do të nxjerrë në pak, do të shpalosë në konferencë të gjithë rezultatet e punës së saj në lidhje me problemin në fjalë që diskutohet. Ne mendojmë që impakti do jetë pozitiv dhe ne mendojmë që kjo nuk është shtërruese kjo konferencë, përkundrazi, është iniciuese e konferencave të tjera me tematika më të ngushta. Janë sigurisht të lidhura, unë po shikoja edhe në materialet që diskutuam bashkë paraprakisht, në fakt janë edhe çështje tjera që janë diskutuar dhe që kanë, ndoshta sepse kështu vijnë duke lindur diskutimin, dhe dy konferencat e mëparshme kanë lindur këtë tematikë që do trajtoni me 21 nëntor, pikërisht në Akademinë e Shkencave. Po, aty do japin eksperiencat e veta edhe nga rajoni, nga Maqedonia, me statistika, nga Maqedonia, nga Kosova, për këtë problem të rëndësishëm, ku ne këto vende, sidomos të rajonit, të cilat i vlerësojmë shumë për sa i përket edhe përqasjeve të problematikave të ngjashme që kemi, nivelit jetesës e tjerë, nivelit të ndjeshmërisë së atakimit të problemeve të tjera shkencore, po që janë edhe për përdhimin, për të cilat ne na intereson shumë që të ekzistojë edhe një bashkëpunim dhe një shkëmbim eksperiencash. Unë them se ka ardhur koha që kërkimi shkencor, do më thënë, fokusin ta orientoj si edhe në Europë e më gjërë, në problematika të cilat janë të mprehta për një zhvillim të gjithanshëm. Po mbi të gjitha për një zhvillim ekonomik ku përfshin jo vetëm prodhuesin, por dhe konsumatorin, i cili duhet të konsumoj në mënyrë të efektive, në këtë rastin ton, të shëndetshme, por jo në sasi, po në cilësi, në mënyrë që të garantojmë uljen e shpenzimeve edhe në shërbimin pashor. Për shembull, këtu janë marrë një sër masash për check-upin e tjerë. Por problemi nuk qëndron në diagnostikim. Problemi qëndron në parandalim. Nuk mund të përballojmë ne me shpenzimet që mund të ketë vendi jon për shëndetësinë, për shembull, mjekimin, kur ne shumë mirë duhet t'i mëshojmë shumë, dhe mjekët e familjes kanë shumë punë për të bërë, spari duhet të ndërgjegjësohen edhe vetë, se nga një herë ato janë të prirur nga medikamentet, por një kolegi imi, mjek në Interakademi Panel, tha, Salvator tha, unë mendoj, tha, që duhet ta konsiderojmë, tha, të ushqyerit si një nga pjesët më të rëndësishme si variantin e tretë, tha, ku është shëndeti, diagnoza, mjekësia alternative që sot po ndeshet me mjekësinë tradicionale, por ne kemi një variant të tretë, që është mos të arrijmë fare aty. Në fakt, me që e nëzorëm në këndvështrim, shumë interesant, a e kemi ne si shoqëri, pra a evidentohet si një vëmendje veçantë, sepse kam përshtypjen se nuk ushqemi mirë ne shqiptarët. Po, keni të drejtë në këtë pyetje. Tradita jone e kuzhinës, tradita e të ushqyerit, ka qenë një traditë që nuk është keq në kuptimin e bollëkut. E kuptoj, shëndetshëm. Ajo që tati më parë. Nuk është një kuzhinë e shëndetshme. Pse? Kanë qenë bazë produktet, se niveli i tillë i jetesës në krahasim me perëndimin ka qenë më i ulët. Dhe kanë qenë prodhime crudo. Për shembull, janë servirur në tavolina turshia, lakra, brokoli, që sot e kësaj dite vlerësohet më shumë, sallatrat, më këto speci, domatja, shumë e ushqyeshme, bylmetrat, që ishin prodhime bio, me plot kuptimin e fjalës se bio në sot e dëgjon edhe të spekullume sepse thot bio, por është spërkatur. Do më thënë, hajde merre vesh. Spërkatja është e pashmangshme në kërkesat ushqimore që bëhen sot. Por ka disa standarde, si duhet bërë, nuk duhet tepruar, kohën kur bëhet e tjerë, spërkatja e tjerë. Por, në përgjithësi, kuzhina jon ka pas tradicionale, i ka pas produktet ushqimore të shëndetshme. Ne duhet përpiqemi që të ruajmë gjithmonë, mos kalojmë në ekstreme që shihen sot, lexohen sot, po fatkeqësisht në lexohen edhe nga rinia,
ku thot për të dobësuar kështu e për të dobësuar ashtu e do më thënë të marim kura. Për të dobësuar e ka në dorë, për të ruajtur linjën, për të mos pas obezitet, e ka në dorë vetë njeriu. Me dietat, me gjitha këto. S'ke pse të kalosh në trajtime të veçanta, me suplement, kur në të njëjtën kohë mund të bësh një regjim shumë të mirë të ushqyerit. Shumë e rëndësishme kjo në fakt dhe shumë interesante, ja vlen për të diskutuar, për të ndjekur, por gjithashtu më të rojë që shumë vëmendjen dhe iniciativa e dytë që keni në datën 3 dhjetor, po në Akademinë e Shkencave, dhe në fakt që nga ideja kultura in vitro të ngrej pak atë emocionin e kuriozitetit, dhe bëhet fjalë sigurisht për një kërkim shkencor që thuhet drejt tregut dhe nevoja e krijimit të rrjetit virtual kombëtar të bioteknologjisë bimore. Çfarë do të thotë kjo? Po. Ne sot kemi disa laboratore të biologjisë molekulare. Një institut bujqësor, kemi 2 baza laboratorike në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, njëri për të cilëve ka qenë ish Akademisë Shkencave i trashëguar sot në Departamentin e Biologjisë Molekulare dhe ku bëhen puna shumë të mira. Kemi edhe në disa institucione tjera, por që punojnë veçantë. Domethënë, unë si ekspert dhe i projekteve vërojtoj që është një rast jo shumë i mirë, por që duhet ta pranoj, ta them. Punojnë, bëjnë projekte, por i bëjnë shumë me jashtë. Do me thënë, njihen shumë më tepër partneritete bilaterale të këtyre laboratorëve me partnerët italian, grek e tjerë, sloven, ose austriak, ose turk, por kooperimi brënda për brënda është i dobët. Dhe më thënë, këto laboratore, këto bërthama të biologjisë molekulare, ku këto institucione që trajtojnë problemet të biologjisë, shumë të rëndësishme për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë e tjerë, për zhvillimin e vendit në përgjithësi, këto bëjnë një punë, nuk duhet ta them, të fragmentuar, e mbyllin brënda për brënda vetes. Ne gjejmë rastin që në konferencë të realizojmë 2 qëllime. Spari, të japim që kërkimet in vitro duhet të jenë kërkime që mos të kënaqemi deri në rezultatet e atij kërkimi shkencor, por atë ta hedhim në prodhimin e zhvillimit bujqësisë. Se ti fillon pak çuditshëm kjo, profesor, faktin që in vitro ndoshta e kemi ndeshur vetëm tek tek njeriu, tek qenia njerëzore. Dhe sigurisht është shumë interesante të kuptohet dhe të provohet si shkencë, po themi, sepse kjo është shkencë, edhe tek bujqësia e me radhë, shumë gjitha elementet e tjera. Kulturat in vitro tek ne nuk është se dëgjohen për herë të parë. Jo, flas publikisht, publiku është mësuar ndoshta vetëm me këtë pjesë. Po, in vitro, sepse janë prioritetet që u intereson. Normalisht, ato kanë qenë më njerëzore. Por kulturat in vitro tek ne nga Instituti i Kërkimeve Biologjike të Akademisë së Shkencave dhe sot në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, kur ne kemi burime njerëzore vërtet të përgatitur jashtë, në vende të përparuara, në laboratore shumë të mira, vërtet specialistë që janë në gjendje të përballojnë kapacitetet e duhura dhe të mundshme për një kërkim shkencor të suksesshëm. Por ajo që kërkohet nga ne, ndoshta mund të duket si pretendim i madh, por nuk është i madh, është minimalja që burimet njerëzore duhet të kooperojnë brenda vendit, dhe pastaj këto të jenë të fuqishme për t'i përballuar edhe projektet e mëdha bilaterale me vendet e tjera. Të jemi të bashkuar ne në mënyrë që kooperimi të jetë më i suksesshëm. Nuk duhet të kemi ndjenjen e inferioritetit, sinqerisht e them, pa eufori, por ne kemi kapacitetet të cilat janë mbrojtur me kërkimin shkencor në Shqipëri, po kanë marrë eksperiencat e duara edhe jashtë, janë ballafaquar. Por ne nuk përbëjmë atë nivelin kritik të një grupi kërkimor shkencor të shëndetshëm që të përballojë zhvillimin e një projekti europian, i cili në termin e tij kryesor, me bold, shënon që duhet të kemi inovacione nga ky projekt. Janë edhe disa synime, siç edhe në konferencën e parë, edhe kjo konferencë ka synime. Një
ju e thatë në kuptimin që pse jo të provojmë. Pra, kjo është shumë e rëndësishme. E rëndësishme është të shkohet dhe të synohet që ne mos të ndjemi inferior dhe të shkojmë përpara. Por janë edhe shumë synime tjera që kjo konferenci ka, apo jo? Absolutisht, kjo konferencë edhe kjo do ketë shumë palë të interesuara. Po të shihet me kujdes sepse roli akademisë në fakt, se po që puna për kulturat in vitro mund të bëhet në universitet bujqësor. Mund të organizojmë ministria prapë një të tillë e bujqësisë një tillë. Roli jonë është që ne pa dallim interesash ne mbledhim komunitetet, të gjithë komunitetet e palëve të interesit që të jenë në shtëpinë e përbashkët të kërkimit shkencor në vend, siç është Akademia e Shkencave, për trajtimin e problemeve në mënyrën më miqësore të mundshme, në mënyrë që aty të shpalosen të gjitha problematikat që nuk lidhen me institucionet, qofshin këto edhe problematike negative, po për të zhvilluar. Dhe Akademia e Shkencave ka pastaj edhe detyrën e saj, se nuk është arritur deri këtu, që rezultatet e konferencës t'i ndihmoj, t'i shpërndaj dhe t'i ndjek për zbatime praktike. Është një çik detyrë që, sepse Akademia e Shkencave, me të thënë drejtën, është një institucion i urtë. Nuk parabie shumë në sy dhe thonë, po çfarë bëjnë ato akademikët? Që në marrin rogën këta njerëz? Po jo, deri këtu jo, xhanëm, sepse... Ja, mimi, kishte për ta... Po, jo, për ta evidentuar në fakt, sepse nga njerë... Jo, po e thatë edhe ju, po edhe ju, dikush, ju beson. Po, nuk është kjo, e vërteta, problemi është që Akademia e Shkencave është e urtë, po bën punën e saj, sepse konkretisht sot është pjesë e të gjithë hartimit të strategjive, e të gjithë programeve, dhe unë mund t'i numëroj, po do t'ju haja kohë, qofte dhe të projekteve të mëdha kombëtare, si që është për shembull hartimi e menaxhimit strategjisë së menaxhimit ujrave, kadastrës së ujrave, e një grupi, një nën komisioni të posaçëm për ujrat ndërkufitar ndërmjet Shqipërisë me Greqinë, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Kosovën, ku futet termi plotësisht që politik bërja kërkon mbështetjen e kërkimit shkencor. Pra është shkenca në diplomaci dhe në politikë. Ajo që quhet sot në botë shumë i përdorur si term science diplomacy, ku nënkupton shkencën në diplomaci, shkencën për diplomacinë dhe pastaj diplomacia na e kthen ne me të njëjtën monedhë që na shërben diplomacia në shkencë për të krijuar marrëdhënie, marrëveshje për të na mbështetur ne për zhvillimin ndërkombëtar. Për na orientuar në rrugët që duhet ndjek qoftë diplomacia, qoftë edhe politika, sepse fundit janë të lidhura bashkë. Çfarë ka në thelb në projektet, jemi gati në fund vitit, sigurisht edhe synimet janë duke, pra strategjitë janë duke u punuar për vitin e ardhshëm. Çfarë ka Akademia e Shkencave, po themi, në emergjencët e saj, përveç këtyre dy konferencave që diskutuam? Akademia e Shkencave, këto janë muajt e fundit. Akademia e Shkencave ka një aktivitet të shtrirë gjatë gjithë vitit. Ne në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave kemi detyrim ligjor raportimin hap pas hapi, por edhe në mënyrë të plot të një raporti të veprimtarisë së saj në fund të çdo viti. Por ne kemi për shembull në vazhdim tash përveç këtyre konferencave kemi një konferencë tjetër për një program shumë të rëndësishëm që e quajmë ne, që është edukimi në shkencë. Ne nuk duhet në kërkim shkencor, Akademia e Shkencave nuk duhet të punojë vetëm për kërkimin shkencor të shkencëtarëve. Ne kemi për detyrë incentivat për nxitjen e kërkimit shkencor, ndjeshmërinë që nga parauniversitarët, kemi detyra mbështetjen e kërkuesve të ri shkencor, por kjo e bërë edhe në nivele që dikush i mund të thotë, po pse me këta shkencëtarë të mëdhenj merren edhe me gjimnazistët? Absolutisht po. Dhe është një nga mangësitë. Sot bile filozofia në Interakademi Panel në botë është krijimi i burimeve njerëzore të kërkimit shkencor akademik të rinj, për të cilat ata kanë ndarë edhe një pjesë
akademia e të rinjve. Kjo është për të rritur frymëzimin, për të rritur besimin, që kërkimi shkencor nuk është pronë e njerëzve me mjekër. Nuk është pronë e njerëzve të vjetër. Unë kam 23 vjetë pedagog, por unë them që këtë punë e bën çdo pedagog i mirë. Këtë punë duhet ta bëjë çdo pedagog i mirë që të nxjisë studentët për punë kërkimore shkencore. Unë kujtoj të kaluarën time që më kanë nxitur profesorët e mi dhe që në vitin e 2 të universitetit kanë filluar të bëj pjesë në grupe kërkimore shkencore. Falë tyre.